Stimulimi kognitiv është i domosdoshëm për zhvillimin e trurit, mirëmbajtjen dhe shëndetin e trurit gjatë gjithë jetës. Ai nuk është i rëndësishëm vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit dhe të moshuarit, për ta mbajtur mendjen aktive dhe të shëndetshme. Kështu ka vlerësuar në emisionin MedPlus psikiatri Adrian Zhubi. Stimulimi kognitiv është i domosdoshëm në gjitha stadiet e jetës, po ashtu dhe në fazat e fundit, domethënë në periudhën e plakjes. Disa studime epidemiologjike, të cilat e kanë marrë aktivitetin kognitiv, efektin e aktivitetit kognitiv në funksionin e trurit në moshën e mesme dhe moshën e shtyrë, kanë arritur të kalkulojnë që, domethënë, në moshën e mesme aktiviteti kognitiv i shtuar mund ta zvogëloj rrezikun e demencës deri në 34%, demencia domethënë në total i rasteve, e për Alzheimer diku rreth 46%. Doktori Zhubi gjithashtu vuri theksin edhe te studimet e fundit në lidhje me izolimin social te mosha e tretë, e që sipas doktorit persona që jetojnë vetëm pa partnerin e tyre në pleqëri mund të kenë plakje më të shpejtë të trurit. Faktori jashtëzakonisht ka impakt jashtëzakonisht të madh në funksionin kognitiv, domethënë si reduktimi i interaksionit ose bashkëveprimi social, por edhe vetmia, janë të asociuar me rënien e funksione kognitive edhe me incidencë shtuar të demencës. Ende nuk dihet se a është rënia e funksioneve sociale është pjesë prodromale, domethënë indikator i paraqitjes hershme, indikator i hershëm i paraqitjes së demencës, apo është faktor i veçantë, domethënë faktor i riskut i veçantë. Të gjitha studimet flasin se çifte, domethënë individ që jetojnë bashkë për dekada, kanë rrezik më të vogël të rënies kognitive dhe rrezik më të vogël të demencës. Ndërsa nëse kur kanë studiuar çiftet që domethënë kanë humbur një partner, domethënë kur kanë qenë bashkë me disa dekada të martuar dhe kanë humbur një partner, partneri tjetër ka pas rënje rapide të funksioneve kognitive, izolimi social, incidencë më të madhe të depresionit, çrregullimeve të gjumit edhe vdekje më të hershme, domethënë humbja e partnerit jetësor e ka akseleruar, ka shpejtuar këtë proces të rënies kognitive, ka rezultuar me morbiditet më të lartë dhe ka rezultuar me vdekje më të hershme. Ndërkohë, psikiatri Zhubi shtoi se për ta ruajtur shëndetin e trurit, faktori i rëndësishëm janë edhe ushqimet, duke ndaluar të 3 lloje të dietave. Evidenca shkencore i identifikon 3 lloje të dietave. Para është dieta mediterane. E dyta është një dietë që DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, domethënë kjo ka për qëllim ta targetojnë këtë faktor në rrezikut të hipertensionit. Edhe tjetra është MIND, domethënë këtu janë shkurtesa. MIND është kombinim i dietës mediterane me dietën DASH. Dieta mediterane, e cila mas të madhe dhe na përdorim, përbëhet prej pemëve, perimeve, prej drithnave, prej bishtajorave, arrave, peshku, vaj ullinit, edhe përdorimi i zvogëluar, i limituar të mishit të kuq, i ushqimit të procesuar dhe ushqimit që ka shtesë të sheqerit. Ky lloj ushqimi ka efekt antiinflamator, radhë parë për shkak të omega-3-shit dhe polifenolëve, ka komponentën antioksidant, vitaminat C dhe E, ka komponentën vaskulare, domethënë e promovon shëndetin vaskular duke mundsuar përmes reduktimit të shtypjes së gjakut, ka efekt në mikrobiomën e lukthit, për shkak se ekziston ky oksid tru lukth, që gjithnjë më tepër është në evidencë shkencore për këtë komunikim. Dieta mediterane po ashtu karakterizohet me kontroll të glikemisë më të madhe, por ndikon edhe në rregullimin e neurotransmiterëve. Që shëndeti i trurit të jetë sa më i mirë, doktori thotë se edhe gjumi i rehatshëm është një faktor i rëndësishëm. Roli i gjumit në funksionin e trurit është jashtëzakonisht i madh. Shoqata amerikane e gjumit rekomandon 7 deri 9 orë të gjumit kontinual gjatë natës. Domethënë është i rëndësishëm jo vetëm kozgjatja e gjumit, por edhe efektiviteti dhe kualiteti i gjumit. Domethënë qëllimi është që gjumi të jetë restaurativ, domethënë riparues,
Qëllimi është që kur të zgjohen në mëngjes, të jenë të freskët, të kenë energji, të jenë gatshëm të fillojnë ditën, pa ndjenjën e lodhjes dhe pa aftësisë për të koncentruar. Në thelb, stimulimi kognitiv nga profesionistët e fushës vlerësohet si ushqim që mban trurin funksional dhe të shëndetshëm.